Mirë se ardhët në sezonën e dytë në episodin e 5 të podcastit We Economy. Për sot kemi një edicion special, sepse kemi një mysafir të veçantë. Bëhet fjalë për kryetarin e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriut Perëndimore, zotëri Mehdi Qyra. Me njeriu në të cilën do të bisedojmë për shumë gjëra të cilat ndodhin sot në vendin tonë dhe kanë lidhje me ekonominë dhe kanë lidhje me atë që na ndodhin për momentin këtu. Zoti Qyra, mirë se erdhët në We Economy. Mirë se u gjeta dhe suksese për emisionet. Sigurisht faleminderit për fjalët e mira që prezantuat. Do të flasim gjithçka se e dini që biznesi, ekonomia ka mjaft probleme. Po. Ne mendoj që ti cekim disa. Bashkëpunimi do të vazhdojë që në të ardhmen edhe nxjerrim edhe probleme të tjera të cilat janë prezente dhe të cilat edhe nuk shihen. Është kënaqësi kur kemi mysafir kështu që vinë në emisionin tonë, se ne ndonjëherë flasim për teoritë dhe flasim ndoshta për praktikën, por ja që kemi tash një mundësi që të bisedojmë me ju për problematikat të cilat na ndodhin te ne këtu në vendin tonë. Ne në shumë epizoda kemi biseduar, kryesisht jemi fokusuar në biznesin shqiptar në vendin tonë dhe i kemi perceptuar ndoshta edhe në pjesë teorike po edhe praktike në disa gjëra, kemi pa disa veçori që na kanë ndodhur. Ne për atë edhe është mirë që ju kemi juve bashkëbisedues këtu, ti shoshitëm edhe pak këto tema. Sigurisht edhe kjo është se edhe institucioni jonë, Oda Ekonomike është pikërisht për biznesin shqiptar, por është ndërlidhur. Biznesi është ndërlidhur, po më absolutisht nuk ka etninë në flasin po. Shqiptar, po ne normalisht që jemi koncentruar në atë se edhe antari kemi shqiptar. Por kur zgjidhet problemi i biznesit shqiptar, zgjidhet problemi i biznesit maqedon e i të gjithë shoqërisë dhe kjo është gjithmonë shkon në paketë. Dua ta fillojmë me diçka pozitive. Ne kemi biseduar dhe unë edhe Visari, në shumicën e rasteve kemi kritikuar tatimin solidar që u bë kompanive dhe kemi menduar se nuk mundet në një periudhë kohore kur fillon viti kalendarik që të ndrohen ligjet, sepse biznesi edhe ashtu ishte në një situatë shumë të rëndë dhe Oda Ekonomike erdhi me një propozim jashtëzakonisht mirë në gjykatën kushtetuese dhe e rrëzoi këtë ligjin solidar. Ma tregoni si filloi kjo? Bash jam kurioz ta di. Kam qenë skeptik se mund të ngrihet një farë lloji të tillë, po ja që ndodhi. Asnjë s'e ka besuar. Normalisht kjo ka një histori më të gjatë. Dhe propozimi i ligjit solidar që ishte që ne thamë edhe atëherë para 2 viteve që vetëm solidar nuk është, sepse në një farë mënyre u morën parat në mënyrë gati të dhunshme, sepse siç e thatë edhe juve, pas llogarisë përfundimtare e cila ndodh në mars, ato ligjin e sollën 5 muaj, 6 muaj pas, nuk kujtohet shtator, tetor, domethënë. Dhe propozimi që u bën nga qeveria, ne kemi qenë në pjesëmarrës prej fillimit si Od, edhe Oda të tjera, edhe disa kompani të mëdha me qeverinë, biles kanë qenë 3 ministrat të 3 shqiptarë, zëvendës kryeministër për ekonomi Fatmir Bytiqi, Fatmir Besimi për financa dhe Kreshniku për ekonomi, dhe u bisedua dha si propozim, duke u nis nga për bazë morën 3 shtete evropianë, një ndër to edhe Kroacia, dhe mirë po ishte forma pak më ndryshe atje. Ja, absolutisht, po e kritikuam ne edhe atë. Dhe ne ishim kategorik. Vetëm ja Od që ishim pjesëmarrës, ishim kategorik që mos sillet ky ligj, sepse është antikushtetues, se është destimulativ, domethënë i bën kompanitë të cilat në një farë mënyrë të paraqesin fitimin edhe në kanën tjetër ta timosh plus. Pa me planifiku. Domethënë kjo është një destimulim për investimet huaja, për kompanitë të cilët duhet paraqesin fitim, paraqitet mandej forma gri e ekonomisë për arsye se do të fillojnë të fshefin tatimet për shkak se i tatimon plus e tjerë. Dhe ne ishim në atë kohë kategorik që nuk pajtohemi, u bë edhe një takim tjetër me qeverinë, sërish ishim më të zëshëm nga gjithë odat tjera, edhe odat tjera ishin kundër, por ishin me modifikime.
ne nuk u pajtuam në asnjë mënyrë. A është e vërtetë se në këtë tatimin solidar kanë qenë domethënë kanë qenë shumë të prekur më shumë biznese shqiptare. Kështu kam pas një analizë, kam dëgjuar edhe nga anëtarët odës ekonomike se ne kemi qenë bile edhe të pak të diskriminuar në tatimin solidar. Anëtarët e odës ekonomike të maqedonisë. Nëse të dhënat i bie që bizneset shqiptare kanë qenë më shumë të diskriminuar ose të penalizuar për arsye se raport me kompanitë maqedone jemi shumë më pak, edhe kur i merr në mënyrë proporcionale, këtë e tham çdo herë, po. Dela për 50% janë kompani shqiptare të cilët kanë dhënë tax plus, do të thënë tatim plus, dhe ku duhet vazhdoj. Do të thënë në atë kohë ne ishim kundër dhe pas për arsye, domethënë që folëm që ishte bo llogaria përfundimtare, kishte një ligj më herët të cilët i tregoi kompanive se do të keni një tatim plus dhe ishte vonë kompanitë fitimin të cilin e kishin tani e kishin investuar. Okay. Dhe në momentin ti kur e sjell ligjin në mënyrë automatike ti ku ti gjesh ato lekë, pagosh taksa. Po, e vërtet kjo. Dhe ka ana tjetër drejtoria e tyre publike solli vendim që me njerëz gjë llogarit, nëse ato që s'kan. U detyruan kompanitë të marrin kredi e tjerë. Dhe do të thënë dolën shumë të lasha të tjera. Tash po, pikërisht për këtë dua të ndërhyj sepse jo që ju dëmtuan që e paguat tatimin e solidar, ta themi kështu, po kishit edhe shpenzime ekstra që ndodhen në ndërkohë, po edhe paratë të cilët do t'i mund t'i shfrytëzoni tashmë nuk i keni. Çka ndodh tashmë? Cilla është procedura e ardhmës, domethënë çka ju premtuan se ju biseduat me ta? Që u tha Ministria e Finansave edhe Kryeministri, a keni ndonjë deadline kur duhet u kthejnë tollat? Po, tash duhet patjetër t'u kthejnë tollat. Vazhdoi tutje, domethënë se të gjithë ishin skeptik se ky ankimim që u bë pranë gjykatës kushtetuese asnjëri nuk e besoi, ne e besuam sepse e dishim që është antiligjore, antikushtetuese, e ngritem se jo rastisht erdhi kjo, normalisht edhe lobuam edhe punuam edhe kishim ekspert, zyrën e avokatëve, të cilët bashkarisht edhe publikuam, edhe bëm shumë të ndjeshme, biles ne kishim një rast kur një nga gjykatës kushtetuese tha që ky është ligj që paraprakisht pa me u fut në analiza, thanë që është sjell në mënyrë ligjore, në mënyrë kushtetuese, domethënë kur edhe ato ishin skeptik, ne ishim të bindur se ky ligj do të bie në gjykatë kushtetuese dhe ndodhi kjo që ndodhi me një peripeci, me një lodhje mjaft e madhe, të cilët vetëm ne e besuam, dhe për fat mirë u soll ligji si i tillë, ligji si i tillë dhe tani në mbetet të vazhdojmë tutje për arsye se këto lek të cilët u morën duhet t'u kthehen kompanive, se pjesën teorike faktikisht ta them ashtu e fituat. Por duhet ajo praktike e cila është shumë më e rëndësishme se sa e para, të dyja janë të rëndësishme dhe tash sot kishim edhe një takim me disa nga kompanitë të cilët janë dëmtuar nga ky ligj. Kemi disa variante, normalisht ne do shkojmë t'i kërkojmë gjitha lekë. Se kishte një variant pas 4 viteve t'u paguajnë ose të bëjnë disa varianta që në ligj në vendim thuhet që kompanitë kanë drejt në afat kohor për 5 vite t'i kërkojnë parat, po. Domethënë në afat kohor, okay. Kurse sigurisht ne do të bëjmë tani, kemi përgatitur kërkesën, do të dërgojmë te Ministria e Finansave të hyrat publike që ato a ka gjasat pa dis dikush për këto edhe për paratë të cilët i ka marrë. Drejta e kësaj kompani tani është edhe të padisëm për keq përdorim. Sepse këtu është keq përdor kur është ditë thamë më herët që pasojat kanë qenë shumë të mëdha. Mëdha, absolutisht. Shumë të mëdha sepse kanë marrë shumë kompani kanë marrë kredit dhe ato kredite kanë paguar, edhe kreditë dini që më herët ishin me normë interesi shumë të lartë
Dhe tani si të kthesh, po e krahasove ato 3 vite ku ishte krizë, ku nuk ishte në qarkullim para të thata, ishin shumë enorm interesi shumë të lartë dhe kam pasoja shumë të mëdha. Kështu që në ligj nuk thuhet në mënyrë decide se duhet të kthehen afatin kohor. Por ne do të vazhdojmë tutje dhe besojmë që gjithsesi këto para të kthehen kompanive. Okej, kjo është një lajm i mirë, po ne duhet patjetër ta vazhdojmë me diçka tjetër të podcastin. Ne në një epizod në sezonin e parë me Visari kemi biseduar për çështjen e privatizimit në vendin tonë, se si ajo të vazhdoj vitet të 90-ta, si faktori shqiptar, tash nuk e bëj politikët, por e bëjnë aspektin ekonomik, si u përjashtua nga kjo. Dhe arritëm me një përfundim se deri në pre vitet 90 deri në vitin aty 99-2000 kur u privatizua në mënyrë të egër prona shtetërore në vendin ton, faktori shqiptar nuk ishte inkuadruar aty dhe tash po dalim, domethënë te ajo të cilën e flasim për çdo ditë dhe çdo ditë e kërkojmë se nuk është vetëm faktori ekonomik shqiptar, nuk është i nivelizuar nuk është në tretman të njëjtë me kompani tjera. Ju e keni bërë edhe një jashtëzakonisht një manifest të mirë për zhvillimin të përshpejtuar, po manifesti ekonomik ku përveç asaj që jep një rekomandime se si do të duhet shkojë oda ekonomike dhe antarët e odës ekonomike, aty ju edhe shumë mirë keni cekur disa probleme të cilat janë hasur, janë për momentin dhe vazhdojnë të jenë. Zotri Qyra, si e keni pa ju këtë periudhën, këtë dekadën e privatizimit? Ju pyes tash jo nga aspekti i kryetarit të odës ekonomike, por nga aspekti si njeri afarist, si njeri që është marrë me biznes në vitet e 90-ta. Për fat keq, domethënë gjithë kompanitë tona kanë filluar në viteve 90 kur me djerse, me shumë mund janë krijuar dhe nuk kanë arritur të kenë atë zhvillimin permanent të ekonomisë që ka ardhur nga sistemi dhe sistemi kapitalista që nga socialist, dhe nuk kanë përfituar shqiptarët për arsye siç janë sjell ligjet atëherë me qëllim që janë sjell që shqiptarët mos kenë drejt të futen aty, edhe punësimi atëhershëm ka qenë shumë i ulët dhe privatizimi është bërë mbas të punësimeve, mbas të drejtuesve të kompanive të pronave shoqërore në përgjithësi, atëherë dhe kompanive, dhe shqiptarët kanë marrë pjesë me 1%, edhe ato në mënyrë njërë nuk kanë që po. Dhe janë penalizuar dhe nga gjithë ky privatizim, shqiptarët kanë qenë të diskriminuar. Dhe ne si odë ekonomike e kishim për obligim dhe them që raport me gjithë edhe partitë politike, por edhe shumë institucione deri tani nuk kanë arritur ta bëjnë një manifest tillë, një dokument tillë i cili do të shërbejë edhe për gjeneratat e reja, gjeneratat e ardhshme, që shqiptarët në pasurinë shoqërore, në gjithë ato asete që ka pas shteti i Maqedonisë në atë kohë, nuk kanë marrë pjesë ose më mirë thënë janë diskvalifikuar, janë larguar të marrin pjesë, duke sjellur ligje të atëhershme të cilët kanë pas drejt privatizojnë, të blejnë aksionet brenda shoqërive aksionere vetë drejtuesit ose të punësuarit, edhe kanë bërë gjëra të tilla, për fat të keq se edhe ato që kanë blerë, nëse kthehemi pas këto 20 vjet, 30 vite, edhe privatizimi atyre shoqërive u keq përdorur, u keq menaxhua, u degradua, nuk u zhvillua, nuk eci, nuk dha rezultatet e dukura, përveç disa kompanive të cilat i morën arritën, dhe një pjesë e tyre që shumë pjesëtar të cilët i privatizuan i morën për vete dhe nuk ditën t'i menaxhojnë. Por tani ajo është histori e cila është dokumentuar, duhet si ka manifest të zhvillohet akoma, të futen dhëna për
periudhën kohore 10 vjeçare që u privatizua. Po si ka qenë t'jesh atër afarist, sipërmarrës, se shqiptarët kanë qenë kryesisht sipërmarrës dhe kanë qenë të suksesshëm, ndoshta në tregti, ndoshta kanë qenë në biznese shumë të vogla, por atër kam një përshtypje se ndoshta edhe prej mbijetesës apo kanë mundur të ekzistojnë, domethënë kemi pas disa afaristë të cilët në për këto reperkusione të cilët i kanë përjetuar, në restriksionet të cilët i kanë pas në për biznese. Ato kanë mund të ekzistojnë. Ne kemi të cilat edhe ju jeni një prej atyre, të cilët prej viteve 90-a fillon më thon biznesi, afarizmi ju, dhe ju jeni njerëz, më thon edhe toda ekonomika kemi njerëz jashtëzakonisht shumë të suksesshëm në këtë periudhë kohore. Po dua ta di, si atëherë ju e keni përballu këtë mundësi të jeni, më thon e dini pse e tham këtë, se edhe se këto afaristëve të ri, tash do duhet të tregojmë se çka kanë përjetuar afaristët para me shumë sakrificë. Me shumë sakrificë. Si vitet 90-ta, domethënë, them në pjesa dërmuese e shqiptarëve ku akoma nuk ishin futur sistem. Po. Një student i posa diplomuar nuk kishte shpresë se mund të punsojë në administratë. Ata e kemi ditë, kemi përjetuar. Një pjesë e tyre, një ndër ata edhe unë. Po. Kemi qenë të obliguar të gjejmë alternativa, rrugë për të zhvilluar ose për të bijetuar në fakt. Ashtu. Për të pasuruar. Dhe unë nis si shembull, domethënë në vitin 92 hapa kompani ku punsova të bashkëshortën, edhe punsova 2-3 vetë tjerë. Një biznes familjar për të thesur tutje. Të njëjtën gjë e kanë bërë edhe shumë kompani tjera, të cilat janë pikërisht të zhvilluara tash në një stad shumë të lartë në këto 3 dekada të fundit. Edhe shumica, nuk them të gjitha, po shumica e kompanive të cilat janë zhvilluar, kanë stad të lartë të zhvillimit, janë viteve fillimi 90. Po. Të cilët kanë me themel, domethënë janë zhvilluar, dal nga dal, në çdo aspekt kanë krijuar sistemin e vet. Kanë fillu edhe atë ekonomik, edhe ato financiare, kanë bërë dal nga dal dhe janë rritë edhe po rritën vazhdimisht. Po kjo është bërë me shumë sakrificë. Një ndër ato, domethënë, penalizime që kanë pas atëherë, domethënë bankat për shqiptarët, për kompanitë shqiptare gati kanë qenë zero. Momenti. Viteve 90 flas. Po. Që s'kan pas besim, s'kan pas lidhje, s'kan pas mundësi qasje deri te bankat, edhe pse atëherë se dia kujtohet një pjesë e madhe e mjeteve të cilin ishin të robëruar. Po. Ishin të këtyre shqiptarëve të cilët kishin punu jashtë dhe ishin robëruar dhe va kishin marrë dhe nuk va jepshin. U ndru sistemi, mandej duhesh të mënyrë dal nga dal të japim me një inflacion maramendës që një pjesë u jepin, një pjesë u ndalnin etj. Domethënë, edhe një kompani për të aplikuar për një kredi ishte shumë e vështirë. Dhe gjithë këto, po tek ne ka një vlerë, që ne nganjëherë si shqiptari nënçmojmë, por ka vlera të cilat ndihmojmë njëri tjetrin. Me vërtet. Unë them pjesa dërmuese, sa unë e di, viteve 90-ta, kompanitë shqiptare kanë filluar të punojnë me paratë veta, po jo vetëm me të vetat, por me të xhaxhait, me të kushëririt, me komshiut, apo tjetër ka grumbulluar i ka dhënë para për të bërë një punë. Dhe kjo ka ndodhur, si ne kemi shfrytzuar pjesën sistemit bankar që na është mundsuar, e kemi po tonin paralel, jo formal. Jo formal, të cilin na i kanë dhënë edhe me ato. Unë kam punu disa vite me radhë, deri vitet 2000, 2001, 2002, me parate e familjarëve të mi, me të vllaut, me të kushëririt, me tjetër, me mikut, të njëjtën apo të tjerë. Kjo ka qenë një vlerë e shtuar e jona, të cilën s'duhet akoma vazhdon. Po. Ne jemi në këtë drejtim kur është në gjendje jo të mirë familjare ose komshia ose shoku, e bëjmë ato dhe kjo na ka mundësuar që ne të rritemi edhe tezin përpara. Kjo është një ndër, domethënë, gjithçka që është bë me shumë sakrificë, me shumë lodhe, me shumë dijes, me punë palos me 10 orë, 12 orë punë etj. Gjithë këto që i njohun, edhe që janë të Oda, antar, kompani tjera, jo vetëm të Oda, edhe tjerë që kemi edhe
kompani të cilët nuk janë antar, që këtu ku jemi tash flas, është Po. mirë që edhe ju të ndihmoni që ne si od ekonomike, Absolutisht, po. të vinë më shumë antar, të kemi më shumë antar, të kemi më shumë informata, të kemi më shumë dhëna që të mund të zgjidhin problemet e kompanive. Oda nuk i zgjidh gjithë problemet. Absolutisht, po. Ne. Edhe ato antarët, ka antarë që rrinë 10 vjet, as një benefit ndoshta drejt për shtetit nuk e merr. Po ja ndodhi tash Po, si po. ishte me ligjin solidar, ku përfituan edhe ato që janë antarë, edhe ato që janë. Dua të antarë. ngeli- Ne ato ke antarët të cilët janë për ligjin solidar, përsëri do të insistojmë që do t'i vëmë rreth parë të gjithë antarët e odës ekonomike, të cilët janë penalizuar nga ky ligj, që të vakthejmë barat. Mandej të flasim edhe antarëve të tjerë të cilët pa më parasysh që nuk janë antarë, ne do ta Dua bëjmë, por patjetër ta shfrytëzoj këtë moment. Jashtëzakonisht shumë mirë në mënyrë ilustrative e përshkruat nga vetja juaj dhe tash ma kthyet atë edhe disa pyetje t'i bëj për arsye se nuk kemi kohë, nuk mundemi edhe aq të qëndrojmë. Domethënë deri në viteve 90-ta i kaluam kështu në këtë mënyrë jashtëzakonisht mirë përshkruajtë, po pas viteve 90-ta, në vitet 2000, domethënë unë kësaj herë parashtoj këtë pyetje, ku humb ky shpirti sipërmarrës të shqiptarët? Pse humbëm ne këtë shpirtin sipërmarrës? Nuk vazhdoi, a e bëni kjo administrata që punsoi jashtëzakonisht shumë njerëz? Këtu kam dy pyetje, ai tërhoq këto forcën punëtore nga tregu, një edhe e dyta, a mbas viteve 2000 a filluam ne tregun ta bëjmë, ta formalizojmë pak më mirë, do të thonë këtë pjesa shqiptare, a arritëm ne, do të thonë këto peripeci që cilët ju i kishit të fillojmë mbas viteve. E keni parasysh periudhën pas marrëveshjes së Ohrit, këndej a bëri diçka ndryshe nga biznesi? Si mund këtë ma definoni? tani do të flasim edhe për atë pjesën e futjes kompanive në sistem. Po. Do të flasim, është e qartë dhe ne duhet ta dimë që Jo, nuk flas se ju keni punuar në tregun gri ose diçka tjetër, po flas e për tham kompanitë gjitha, jo po, si po, kompania ashtu. ime, po flas për gjithësi. Kompanitë shqiptare për fat keq nuk e kanë parapëlqyer të jenë sistem shumë, sepse janë keq përdorë dhe ka pas një imazh negativ nga tyrat publike, kontrollet që janë bënë për kompani, edhe nuk janë lodhur shumë të futen aty, po të punojnë sot për nesër, nuk kanë pas një planifikim më të gjatë se duhet të futen patjetër në sistem për të rritë kompania, ti patjetër duhet të futesh në sistem. Edhe ne si odë ekonomike, nga ata postulatet kryesore që i kemi që kompanitë duhet të futen në sistem. Duhet edhe jemi kundër informalitetit. Jemi kundër keni edhe në manifest këtu, ju përshkruat ajo. ajo. Po. Ekonomisë gri, sepse nëse do një kompani të rritet duhet patjetër të futet në sistem dhe të shfrytëzohet gjithë Benefitet, edhe po, e saj. absolutisht Se ka po. plot benefite. Absolutisht Se ti mos po. futesh për shembull ta kthesh të vëshën. Absolutisht po. E ti shkon punon ndoshta të zezë, nuk e kthen të vëshën, më shumë ke humb se sa ke fituar. A mendon thë ai e fshef tatimin edhe përfiton, nuk përfiton ashtu. E futun në sistem, e kthen të vëshën, ne ta themi drejtën. Në Maqedoni taksat, tatimet nuk janë të larta. Po, e vërtet. Por ama 10% tatim fitim. tatim fitime. Problemin e kemi ne për atë pjesën tjetër, domethënë që ne si odë ekonomike flasim gjithmonë çdo ditë më shumë për të kontributet. Po. Që janë shumë më të larta se regionet dhe më gjë. Domethënë, edhe themi që kompanitë të futen sistem dhe pjesa tjetër që thatë ju duhet kemi punuar pak në lidhje me fuqinë punëtore. Kemi punuar edhe ne si punëdhënës, gjithmonë e kam folje ripërsëris se kemi një pjesë të fajit, për shkak se nuk i kemi trajtuar ashtu si duhet. Edhe në pjesën e pagës, por edhe pjesën e trajtimit tjetër. Trajnimet, gjërat, po, absolutisht, po. Dhe nëse kalojmë andaj te pjesa tjetër te fuqia punëtore që na ikën truri, na ikën inteligjenca, na ikën kuadrat profesional, që na i rrëmbyen, që na është bën një ndër problemet kryesore në Maqedoni.
edhe në rajon. Po, e vërtet. Por sidomos tek ne, por ne duhet të flasim për problemet, jo vetëm për kush i kishte fat. Fati kemi pas të gjithë. Nga qeveria, që s'ka pas një projekt afatgjat, 10 vjeçar. Ka mendu sot për nesër, ka mendu vetëm për vendet lira të punës. S'ka mendu për punëtorët të cilët Janë po, absolutisht. Dhe pjesa tjetër, ne si punëdhënës, sigurisht, që thash më herët, në pjesë të fajt, kemi probleme edhe me pjesën e shkollimit, që është thelbi. Edukata është gjithçka e zhvillimit personale dhe ekonomik. Aty na mungon sepse kemi të bëjmë me kuadra jo profesionale të cilat vazhdojnë shkollimin edhe atje ku nuk janë të përgatitur, nuk e kryen me pasion. Ne duhet fëmijët nga klasa e 9 duhet t'i drejtojmë tek cili profesion. Orientim profesional ta vëmë, po. Orientim profesional, Do po t'i me edhe ta do të veç duhet të ndërhyj. A mundemi për shembull edhe ato punëtorët aktual që i kemi? A ekziston ajo thënia se ne do duhet patjetër ne kur themi në përgjithësi e kemi një problem se nuk investojmë në trurin e njëri. Bizneset shqiptare për fat të keq unë nuk shoh, ndoshta përmirësoni nëse gaboj, po ne ende nuk fillojmë të bëjmë investim në trurin, në potencialin njerëzor, në trurin njerëzor në këtë rast, për arsye se i vetmi shpenzim i cili kthehet shumë fishohet më shumë, do të thonë nëse investohet. Unë kam një përshtypje se sidomos te kompanitë tona kjo mungon trajnimi ose edhe nëse ekziston trajnimet janë shumë sa për sy e faqe bëhen ose nga të dy palët, edhe ato që bëjnë trajnime edhe ato që cilët i marrin trajnimet dhe ndoshta ende ekziston ajo se potenciali njerëzor, njerëzit në kompani, të punësuarit në kompani janë vetëm për të marrë paga për shpenzime dhe jo për të investuar në të. Se dia e dani mendimin e njëjtë ose a bëni diçka si kompani ose si hodë ekonomike në këtë drejtim, do thonë, sepse edhe ato të punësuarit që jemi aty ne nuk i shfrytëzojmë potencialin e atyre. A ka? E thash që të gjithë duhet ta bëjmë atë të tërën. Po su angazhuan gjithë elementet, gjithë faktorët, nuk e bëjmë dot. Punohet pak në drejtim. Ne ka kompani të cilat më të mëdha, më të fuqishme, por nuk flasim tani për kompanitë e fuqishme të cilat marrin 5 vete dhe i mësojnë, edhe mësojnë dal ngadalë i punësojnë edhe i trajnojnë. Por puna e trajnimit është shumë pak tek ne dhe kjo na penalizon, kjo na bën që të na largojnë të rinjt. Dhe ne vazhdimisht bëjmë kërkesë të institucionet që bashkë me komunitetin e biznesit të organizojnë trajnime. Po këtu duhet kyçet e në universitetet absolutisht po. Të japin mundësi dhe të dihet çfarë kuadrosh kërkohet në treg. Dhe këto duhet ta bëjmë bashkë, kemi kërkuar pikërisht për këtë pjesën e fuqisë punëtore që flasim më shumë te kjo që ne kemi nevojë tani dhe jemi në disavantazh në lidhje me punëtorët të cilët nuk i gjejmë në treg. Dhe kjo duhet të bëjë një formë trajnimi ku do të përfshije 100.000 po punësia 100.000 po. Jo, janë 100.000 vende pune kërkohen. Po kërkohen, po. Jo, të cilët janë punëtorë të cilët janë kërkojnë punë në mënyrë aktive, po. Dhe ne duam, kurse nga ana tjetër, sektori privat kërkon 20.000 punëtorë. Po. Dhe tani ne duhet zgjedhim nga këto 100.000, që dyshoj që janë 100.000. Është vërtet, po. Por spakti hajde gjejmë 20.000. Po. Që ta plotësojmë këtë mungesën që kërkohet. Dhe kjo duhet bëhet me trajnime. Trajnime të cilin ta financojë qeveria edhe komiteti i biznesit. Po çka ndodh me ato drejtime që janë
që kërkohen që kompania në mënyrën kur zhvillohet, fillon të zhvillohet në stadët e tyre, kërkon potencial njerëzor brenda kompanisë që fillojnë edhe ato të fillojnë të trajnohen. Domethënë ne kemi kompani serioze në odën ekonomike, të cilat ato brenda të punësuarit e kompanive do duhet të ngrihen më lart në ata, sepse edhe kjo është një problematik. Ata të punësuarit sigurisht që duhet të trajnohen për të ecur përpara. Domethënë ne kemi profile të ndryshme në kompani, për shembull në ekonominë e kontabilitet, ti duhet patjetër të bësh trajnime. Po. Sepse ndryshon ligjet, ndryshon mënyra, ndryshon thanat dhe duhet vazhdimisht të trajnosh. Po ja, edhe jurista, kështu e fituat. Po, sigurisht, edhe juristi, se tani ndrojnë ligjet, ndrojnë forma, duhet të përcjellen. Pjesa profesionale e kemi mangët, duhet kompanitë, sidomos kompanitë serioze, duhet të koncentrohen më shumë, duhet një investim. Absolutisht, po. Dhe normalisht me bashkëpunim me profesor, me universitetet të cilat dhe të puna. Ne për shembull kemi shumë pak menaxher në Maqedoni, nuk kemi. Absolutisht, po. Unë vi nga Struga, nga Ohri, ku menaxherët gati praktikohen tek ne, menaxher shitjes produktit për shembull të hoteleve, të restoranteve. Ne nuk kemi menaxher shitje të apartamenteve, menaxher profesional flas. Po. Tani agjencione ka plot. Po. Kanë dalë edhe shesin ato, por nuk janë ato që janë. Domethënë në këtë drejtim duhet shifet më shumë, duhet punohet më shumë. Gjithmonë fajet institucionet, ato do të prinë. Po. Ne mund të flasim se odë ekonomike si institucion, por ne jemi për t'i plasuar problemet. Dhe mund të gjejmë forma për organizime trajnimeve, që disa trajnimeve që bëjmë, por ka nevojë shumë më shumë. Dhe kur jam këtu tek ju, sigurisht bëj ftesë, apel që përdorin të politikanë, të vitë më shumë të odat, të antarësohen, po të interesohen, sepse oda jep informacione për çdo ditë çfarë ndodh me lidhje me çfarë ligji vjen, çfarë nevoje ka, kuadrat të cilat tani do të hapim edhe dhe shpallim konkurset të cilat nëpërmjet odës të plotësohen me kuadrat të cilat ka nevojë kompanitë. Dhe kjo do të jetë një lehtësim për kompanitë të cilat duan kuadrat e nevojshme. Domethënë oda si oda avancohet çdo ditë më shumë dhe gjen forma dhe metoda, por vetë sado të tentojsh të bësh, nuk mundet e vërtet. Nuk mundet vetë. Kur unë them kur një jep sa do t'jape shumë, është pa mjaftueshme. Kurse sa shumë njerëz t'japin nga pak, është bëhet më mirë. Jo, tash do të kthejmë përsëri te bizneset tona. E them këtë me si them çdo herë bëjmë disa analiza, ne kemi bërë edhe një problematike kemi ngretë në podcastin ton, nishin kompanitë më të suksesshme në vendin tonë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shumë pak ekzistojnë kompanitë shqiptare. Përsëri do të them, nuk jam i atyre tipave të njerëzve që e lidhi etnicitetin me thuaja me biznesin, me paran, me këtë. Se unë them paraja nuk ka as religjon, as gjinia, as gjë. Mirë po, këtu te ne disi nuk jemi në ato kompani. Edi pse e them këtë? Kemi bërë analizën e 10 kompanive më të suksesshme të oda ekonomike e Maqedonisë Veriut Perëndimore dhe 10 kompani të oda ekonomike e Maqedonisë dhe kemi hasur të shohim disa bashkë biznese të cilat te ne kryesisht mirën me tregti me shumicë me pakicë, diçka në ndërtimtari etj, kurse nga ana tjetër janë të zhvilluar shumë në teknologji, domethënë avancojnë shumë në terke teknologjike, Kosalli për shembull i Ohrit ose kujdiun e disa kompani tjera, të cilat duke i përjashtuar kompanitë internacionale, vetëm kompanitë vendore, thonë pse te ne kjo ndodh zotri Medi? A ka ndonjë potencial që mund ne të fillojmë të vazhdojmë në disa sektore tjera ku potenciali i profitit, potenciali i bërjes të biznesit më shumë është më i madh, do thonë. A ka kështu gjasa? Është e vërtetë ajo, është e vërtetë se kompanitë tona, thashë edhe më herët, rriten nga dalë.
Dhe pikrish ky manifesti e ka buat të vetën. Domethënë ne nuk kemi kompani të cilat merren me derivat naftës. Po. Me teknologji. Me teknologji. Kemi shumë pak sepse nuk kemi pas shtytje. Po. Nuk kemi pas profesionalizëm sa duhet. Nuk kemi pas lidhje shumë me, nuk flas për gjitha, po ka pas, nuk kemi shumë kompani të cilët kanë qenë të lidhur me pushtetin edhe kanë marrë njërë tjetër shumë pak. Për shembull kompania ime, unë 32 vjet, 33 vjet i bëj tani, unë s'kam konkuruar asnjëherë me tender. Edhe plot e bëjnë pak kompani që konkurrojnë tender, që s'është mirë, sigurisht që tentojnë. Dhe disa nga ato kompanit që janë aty, që keni pa ju 100 më të mira, janë edhe kompanit të cilat janë me investimet të huaja. Po. Të cilat për fat keq që jo që japin shtetit diçka. Janë kompanit të cilat investojnë me të favorizuar, të cilat përveç të punësuarit që janë aty, edhe fitimin 60% të fitimit e çojnë jashtë. Nuk ka dhe një përfitim Maqedonia nga ata. Dhe ato radhitën ka ato kompanit. Fakte i bëjnë 200 kompanit ato më të mira i bëjnë. I bënë një duket një kapital quhet një agjencion, nuk e di çfarë është. Dhe kurse këto kompanit tonë arritën, thashë më herët, shumë të sigurta. Është e vërtet që pjesa dërmuese janë kompani tregtare. Oda ekonomike Maqedonisë Perëndimore ka më shumë antar të ndërtimtarisë, të cilat janë kompani më të fuqishme në Maqedoni. Futen ndër kompanitë më të fuqishme, mund të llogarisësh edhe me Maqedonë, se nuk dua shumë ti ndaj, po tani bëjmë një krahasim për të ditur. Dhe ne pjesa dërmuese edhe këshilli drejtues, po edhe kompanive janë sektori ndërtimi. Ti më nisu nga edhe si prodhues. Në ndërtimtari për shembull, po Fiksi, Renova, Ingluli, janë kompani, janë fabrika të fuqishme të cilat eksportojnë jashtë. Nuk janë të vogla, janë shumë në krahasim me kushtet se si janë zhvilluar, që unë di një pjesë të tyre është zhvilluar. E kemi analizuar ne po. Edhe është, për shembull, po Fiksi ka 10-12 milion euro ka eksportin. Po. Mos flasim Renova, i cili prodhon edhe në Kosovë, edhe Malzi, edhe në Shqipëri, edhe këtu. Domethënë, mandej kompanitë e ndërtimit, pjesa dërmuese në pjesën perëndimore është 80% janë shqiptarë. Po. Unë them në Strugë ke 80%, në Ohër ke 80% shqiptarë ndërtojnë. Domethënë, është mirë, po radhite kur bëhet, sepse ka një është shumë interesant se ndërtimtaria është ndryshe. Investimi nuk bëhet mbeta vitit, investimi edhe kthimi i investimit, ai duhet investon tani e kthen pas 2 vjet, 3, dhe nuk vjen te radhitja e kompanive. Dhe normalisht keni drejt plotësisht që pjesa tjetër kanë me miliona euro fitime, nëse kthehemi bankat mandej. Po. Bankat i kanë ata. Me kasti janë shkalova, po. Po, bankat janë persona juridik të cilët bëjnë fitime shumë të mëdha, që bëjnë një pjesë të madhe për edhe kompanive tona. Dhe ne aty akoma nuk kemi qasje. Akoma aty as dëgjuesia, as qasja, as administrata nuk është proporcionale, është shumë minimale, shumë e vogël. Këtu biznesi shqiptar duhet ta mendoj. Ne nuk jemi si ta mendoj, tash patjetër e kam që pyes. Në ndonjë institucion financiar t'ju jeni ta startoni? A është koha apo pse mos është fole për fol, është
përfol, ripërsërit për një bankë shqiptare. Unë jam i thtar i kësaj zotëri Qyra, nuk e di e dini, por e kam thënë, ja absolutisht ja. Shqiptare 100% shqiptare, po tjetë me bazë shqiptare. Ne nuk e tham pjesën etnike, nuk e them, por ama edhe themi, nuk është problem. Jo, nëse ka mundur disa banka në kohën e kaluar të bëhen për një kompani të caktuar, i dini mos t'i përmendim, pse mos mundet për shembull të kemi një bankë e cila do të jetë, sepse nuk kemi ligj tjetër, të jetë bankë zhvillimore ose banka e cila do të mirret vetëm me bizneset tona, po me mikrobizneset, me bizneset kryesisht të cilat ju duan për kredi kompanive shqiptare. Nuk them të jetë puro shqiptare, por nëse ka kaq kapital, pse mos bëhet kjo? Këtë elemente shqiptare për arsye se me të vërtetë anashkalojnë bankat i anashkalojnë kompanitë shqiptare. Tani në aplikimin për marrje kredi nuk është më, nuk ekziston se është kompani shqiptare. Absolutisht, po, tash është po. Ka qenë më herët. Po. Ka qenë, i pasigurt këta nuk din të menaxhojnë. Nuk janë likvide, andej, po. Edhe tani, po këtu është interesi më. Nuk është interesi se ai shqiptari e Maqedonisë. Interesi është i përgjithshëm, i të dyjanshëm, domethënë edhe banka përfiton, edhe kompania përfiton. Qëllimi është që ne nuk insistojmë që të ketë bankë shqiptare, bankë maqedone, bankë amerikane. Por nëse ti nuk të përfilën, në pjesën kur nuk të përfilën, ti do gjesh forma alternativa tjera, të cilët ti jesh në treg interesante, ti jesh serioze dhe Të qëndrojmë këtu, unë kam atë temën shumë që e adhuroj ta flas për kreditin hungares, e kam kritikuar shumë. Themi, por ama është realitet të cilën do ta bisedojmë. Tash mos më pëlqej diçka, por është realitet në të cilën do ta bisedojmë. 250 milion euro do duhet të delegjohen ose të distribuohen kompanive të cilat taksativisht thuhet, të cilat do të mirën me prodhim ose do të lidhet me çështjen e punësimit dhe pjesën e prodhimit. Zoti kryetar, më tregoni sa janë të gatshëm kompanitë e antar të odës juaj të fillojnë të aplikojnë për këto kredi, sepse bëhet fjalë për 1.9% normë interesi dhe është edhe më shumë se 10 vite kemi shkuar në 15 vite për kthimin e këtyre gjërave. Domethënë do të mund të mirën disa mjete të cilat mund të amortizohen edhe në 15 vjet. Sa janë të gatshme kompanitë tona të hyjnë këto? Dhe çka mendoni për këtë iniciativë ju? Në përgjithësi tani ju e dini se sigurisht keni përcjell situatën ekonomike bankare në Maqedoni. Ka qenë katastrofike. Edhe është ende. Mos viteve nga COVID-19, 2020, deri tani edhe me luftën në Ukrainë që la pasoja dhe akoma vazhdon të ketë. Dhe norma interesit e bankave u rrit në mënyrë marrëmendse. Do të thënë nga 3%, 3.2% arrit deri 6, 7, 8%. Tani si thatë ju, keni qenë kritikues, ne kritikues, ishim me dileme, ishim vjen prej Hungarie, ki krediti, çfarë përmban pas, kush rrin, çfarë rrin. Por ne si odë ekonomike, unë si kryetare dhe si afarist, e mendoj ndryshe. Jo për parat, nuk isha kritik për parat, unë isha kritik për sistemin bankar. Pse ato nuk arritën sistemin bankar të fillojnë ta menaxhojnë ndryshe, të zbresin interesat. Do të thonë diçka tjetër e vizitojnë. Po, këtu desha dal. Do të thonë bankat e paqes ka parat freskëta në treg. Edhe ja futën kompanive 5%, 6%, unë nga 3.2 si kompani kam pas, arriti 6%, 5.8%. Dhe ky kredit i cili erdh në momentin kur propozua që do të vijë, do të futet në Maqedoni, do t'u jepen kompanive 250 milion. Dhe 250 milion që do t'u jepen komunave. Pa marrë parasysh ku shpërndahen. Po futën gjysmë miliardi euro në qarkullim, para të freskëta. Me njerë ndikon te bankat. Se thot bankat, ato para do të marrin, ato kompani do të marrin para nga ky krediti dhe do të na anashkalojnë dhe arriti që të stabilizoj tregun bankar. Dhe kështu që me njerë bankat janë lajmëruar në për kompani që të zbresin normën e interesit, që është një A+. Tani, pjesa tjetër, sa janë kompanit gatshme, kompanit tona për të aplikuar me projektet.
Propozimi i kryeministrit dhe i qeverisë në fillim ishte për këto 250 milionë të jenë të limituara në disa veprimtari në prodhim ose në investimet kapaciteve energjetike, mjeteve teknologjisë, në teknologjinë bashkëkohore etj. Dhe po ne kishim takim ne si OD, domethënë unë pikërisht edhe një debat televiziv që kishim me kryeministrin, e propozuam që kjo gamë të rritet, dhe tani është të rritë shumë më shumë. Ka nda një pjesë e mjeteve që mund të ndëgjojnë edhe të interesuar të kompanit, një pjesë e mjeteve për energji të gjelbër, diellore, që paneleve diellore e tjerë, dhe një pjesë edhe për hoteleri, që u zgjeru, që është shumë e misardhur, por edhe në prodhimtari, në bujqësi, dhe këto janë diçka që e favorizon biznesin dhe ka bë një boom në rastin konkret. Këto mjete nuk janë të gjitha, një pjesë e tyre kanë filluar, janë del në bankat komerciale të cilat dhe t'i përcjellin të kompanit, të cilat kanë aplikuar, kemi antarë të cilat janë të interesuar, por jo gjithë që janë të interesuar mund të marrin, sigurisht që duhet të kemë projektet, sepse krediti është shumë i favorshëm. Është i favorshëm për shkak normës interesit 1.95, është i favorshëm se është 15 vjet. Me afat. E kaluan këtë barierën 10 vjeçare. Kjo lajm i mirë, unë këtë kam përmendur. Grace period 3 vjet. Po. Këto kushte, nga se ekziston Maqedonia, nuk ka pas një kredit të tillë, dhe në këtë raport ne më themi që është i misarë. Dikush e kritikon se është i Hungarisë, është këndej, është politikët. Pjesë politike në ta marrin ato politikantë. Për ato janë partitë politike, janë qeveria, janë antarë që bëjnë kabinetin qeveritar, ne të intereson ato dhe pasojat ato mund të sillen, kurse biznesi nuk shef atë pasojen politike, se pasojen politike do të shohin ata. Jo që ne duam të kemi pasoja politike, se në ka pasoja politike, kemi edhe pasoja ekonomike, se ata janë të lidhura. Absolutisht. Mendoj këtë pjesë duhet ato ta shohim. Ne e shohim si të favorshëm. Unë shpresoj dhe besoj që një pjesë e antarëve tonë të përfitojnë. Ka aplikime dhe s'pakti 30-35% ti absorbojmë këto kredite dhe të jetë shumë mirë. Por duhet jenë vigjilent, duhet jenë këmbgurës, duhet jenë me projekte e kompanit, sepse kjo është një farë forme të futesh në sistem. Kjo është formë sistemit edhe bankare, edhe shtetërore, dhe gjitha, dhe më thënë, të shfrytëzosh benefitet të cilët e ofrohen nga qeveria. Mos e ne normalisht gjithmonë jemi kritikus të qeverisë, por jo çdo herë ta kritikojmë qeverinë. Ta ka dhënë mundësia, ne jemi në komunikim me qeverinë, kemi qenë vazhdimisht me qeverinë dhe na ka dhënë atë mundësi që të aplikojmë. Tash, ku do të mbërrim, do të shohim pas si të kalojnë këto 250 milion dhe bashkë me këto 250 milion të komunave është mirë kompanit mendojnë. Absolutisht po. Se edhe ato 250 milion do të kalojnë përsëri nëpër kompanit. Po sa do të jemi ne të gatshëm, duhet të mbahet kënaqësi. Do të thonë, kemi një bisedë të këndshme, por unë do ta shfrytëzoj edhe një pjesë të fundit, aty ku unë kam atë dhimbjen më të madhe te bizneset e vogla, startupet. Do thonë ekziston një trend botëror ku ndihmojnë këto iniciativat e të rive për startupe, për organizimet të kompanive prej fillimit. Disa nga kompanitë i marrin në proceset e tyre, disa investojnë si business angels, ju thëjmë ne, në këto kompani. Zoti më di, a jemi ne pjesë e këtij trendit apo jo? A jemi të gatshëm, ju pyes edhe si afarist, po ju pyes edhe si kryetari i odës ekonomike, a mundemi ne të jemi pjesë e këtyre programeve të akselerimeve të këtyre bizneseve, që mundem të shfrytëzojmë këtë kapacitetin e trunit njerëzve? A ka një iniciativë të bizneset shqiptare në përgjithësi për këtë gjë? Oda ka pas parasysh këtë, edhe gjithmonë ka iniciativa, ka pas edhe programe në lidhje me këtë dhe ato që dha ti është shumë me rëndësi. Shumë me rëndësi, duhet të kushtohet rëndësi kjo forme
startupeve sepse çdo kund zhvillohet, gjithë shtetet kanë prioritet këta. Edhe Po. ne sidomos në shtet që jemi në zhvillim, që kemi dhe një zhvillim shumë të lartë ekonomik, duhet drejtohemi të koncentrohemi. Por vazhdimisht e them, e potencoj gjithmonë që shumë faktor duhet ndikojnë. Absolutisht po. Dhe intelektualët, profesorët, universitetet, qeveria, biznesi dhe odat, gjithë bashkë duhet të Këtë një farë dhe koncentrohen. kohezioni, Interesimi është. koordinimi po. Interesimi është, normalisht do të punohet në atë fushën tjetër, mediat duhet ta bëjnë vetëm, do të punojnë këto emisione të këtilla. Po. Jo shumë mirëseardhëra që të ketë edhe një temë pikërisht për këtë lëmi dhe mendoj që gjithë mund të bëjmë më shumë sepse shumë me rëndësi është të kapim edhe ne hapin e Po. shteteve tjera. Në shtetet përreth zhvillohen shumë më shpejt Absolutisht po. edhe mendoj që mund gjendet. Okay. Unë këtë bisede kalova shumë këndshëm edhe mirë, zotri Qyra. Nuk e di për ju, mendoj pak ndoshta provokuam me pyetje. Po. Është ka tema të mjaftueshme për të folë këtu. Kjo nuk është ta dini se desha të vazhdoj lidhje me pagën minimale. Jo, e kishim po. jo, do duheshim bisedojmë për pagën minimale, por unë duhet ta përdori këtë temë për një emision tjetër. Unë ju tham se do t'ju thrasim përsëri, bile edhe Visari do të ishte këtu. Domthon kemi shumë tema që cilat do të bisedojmë, ne dhe Odën Ekonomike e shohim si partnerin ton në këtë podcast si njerëz të cilët do duhet bisedojmë, të bashkë bisedojmë, mos jemi vetëm ne të flasim në këtë temë. E përsëris, e ripërsëris gjithë takimet që jam edhe kështu individualisht, por edhe me ju këtu, edhe para opinionit. Duhet ta dinë gjithë ato që e përcjellin këtë emision, se Oda Ekonomike Maqedonisë Veriut Perëndimore është aset kombëtar. Absolutisht po. Besoni është ngrit me sakrifica, siç janë ngrit edhe kompanitë. Me sakrificë është ngrit, ka mbërri një stad më të lartë, shpresoj të vazhdoj edhe tutje, sepse edhe kryetari që të vije pas meje se vitin tjetër s'ka do afati, mandati, dhe duhet gjithë ta përkrahim. Absolutisht po. Pikërisht aty i gjejmë të gjitha. I gjejmë problemet e biznesit, e gjejmë zhvillimin, e gjejmë rritjen, ne jo rastësisht bëjmë top 100-shin. Po. Ku aty klasifikojmë 100 kompanitë më të mira, Po. ku krahasojmë vitin 2010 kur është bë për herë të parë top 100, ku kemi pas veç 2500 të punësuar te 100 kompani. Tani kemi 10.000. Po. Një rritje marrëmendse. Apo xhiro prej në atë kohë kemi pas diku 500 milion, 450 milion, tani kemi 1 miliard e gjysmë. Po, është Dhe kjo është një formë për ta treguar sa punojmë, edhe sa jemi të suksesshëm, por gjithmonë qëndroj ka ajo që gjithë bashkë mund bëjmë më shumë. Faleminderit shumë, zotri Qyra, ishte shumë kënaqësi e madhe. Ishte kënaqësi dhe më vjen mirë që i shpalosim disa probleme. Po, do të vazhdojmë, patjetër do të vazhdojmë. Ekonomia ka shumë probleme, edhe do të ketë probleme, nuk zgjidhen problemet. Edhe gjitha problemet nuk zgjidhen, po shpresoj që. Dhe ju dëgjues dhe shikues të respektuar të We Economy, faleminderit që na ndoqët me kryetarin e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriut Perëndimore, zotrin Mehdi Qyra. Ishte kënaqësi biseda jon dhe shihemi në episodin tjetër.